Të ndershëm vëllezër, para se të fillojmë t'ju tregojmë diçka në lidhje me historinë e Salahuddin Ejubit, Allahu e mëshiroft, për me hinë këtë temë, pak ta shpjegojmë historinë e muslimanëve më herët. Pse o da Salahuddin Ejubi ti të bon muslimant edhe çka ka ndodhur para asaj. Ju e dini mirë se me formimin e shtetit që e ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Medine. Pastaj me vdekjen e tij, khilafetin apo shtetin e merr në dorë të veta Ebu Bekri radhiyallahu anhu, 2 vjet e disa muaj. Pastaj pas vdekjes së tij, khilafetin e merr Omeri radhiyallahu anhu 10 vite. Pastaj pas Omerit radhiyallahu anhu, khilafetin apo shtetin islam e ka në dorë të veta Othmani radhiyallahu anhu, i cili e sundon 13 vjet. Pas Othmanit radhiyallahu anhu, khalife i muslimanëve bëhet Aliju. Të ndershëm vëllezër, ndërmjet Alijut dhe Muavijut kanë pas musliman disa probleme, që pas vdekjes së Alijut e ka marrë khilafetin Hasani, edhe ja ka dorëzu Muavijës, pastaj ka marrë Husaini disa muaj edhe ja ka dorëzu Muavijës. Pasi që e ka marrë khilafetin në dorë Muavije ibn Ebi Sufjan, këtij khilafeti i kanë thonë shteti Emevi, për shkak se e ka prejardhën nga një njeri që e ka emrin Muavije. Pasi që dobësohet ky shtet i Emevive, khilafetin në dorë e marrin muslimant, mirë po me emrin shteti Abbasi. Duke e pas musliman shtetin Abbasi, ose duke e formu shtetin Abbasi, e me vitët që kanë dështuar dhe kanë humbur luftën prej Abbasitëve, e kanë formu një shtet tjetër të Emevive, që e dini shumë mirë dhe e keni dëgjuar shumë mirë, ka emrin Spanja e sodit apo Andaluzia atëhershme. Atë vend e kanë sundu muslimant mbi 880 vjet. Pasi që dobësohet shteti Abbasi, khilafetin e marrin në dorë Fatimitët. Fatimitët janë Ibadi apo Shia. Kur e marrin shtetin Shiat në dorë, apo medhebi Ibadi apo Xhaferit, shteti i Fatimive apo i Shiave përqendrohet në Egjipt. Edhe fillon shkatrimi i shtetit islam. Fillon me të madhe shkatrimi i shtetit islam. Atëherë o dasht me ardhë një burr, një njeri, një strateg politik, më së shumti ushtarak, për me i tubu muslimant edhe me formu shtetin Ejubi, që do ta kuptoni më vonë se si është formu. Sa i përket këtij strategi luftarak që ka emrin Salahuddin Ejubi, ka zhvilluar shumë luftra në emrin e Allahut. Do të thotë sinqerisht në emër të Allahut i ka zhvilluar luftat. Mirë po nuk ka haru se Allahu i ndihmon. Në qoftë se njeriu edhe lufton me sinqeritet, atëherë ka Allahun me vete. Salahuddin Ejubi paralelisht është interesu ta formon qeverinë e shtetit, mirë po të formon qeveri islame, ta ruan sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe t'i zgjeron kufijtë e shtetit islam. Pastaj Salahuddin Ejubi rahimullah i ka mbrojt principet e ehli sunetit dhe xhamatit. Është dasht edhe është kacafit me njerëzit tjerë që e kanë pas shtetin Fatimi, që nuk i kanë mbrojt principet e ehli sunetit, mirë po kanë dash me i shkatru. Është dash me formu shtetin e ri për me i kthi, ose për me i kthi sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njeriu për me qenë strateg luftarak edhe burr shteti, është e patjetërsueshme me qenë moralisht i ngritur. Salahuddin Ejubi e ka pas edhe këtë cilësi, ka qenë moralisht i ngritur, ka qenë guzimtar. Pastaj e ka dash diturinë dhe i ka dash dietart, e ka dash drejtsinë, e ka dash xihadin apo luftën rrugën e Allahut. Ki njeri në historinë islame se vend bukur të mirë, edhe të lartë, edhe shquhet si personalitet me merita të mëdha. Të ndershëm vëllezër, Salahuddin Ejubi këtë emën e ka gallap, mirë po emrin që e ka lënë babai është Jusuf ibn Ejub, ose i thon Ebul Mudhaffer, babai i Muzaferit
pastaj Jusufi, djali e Ejubit. Mirë po njerëzit e mençur pastaj e kanë lanë këtë gallap, e kanë thirrë Salahuddin, njeriu që e ka ripërtri fenë islame. Salahuddin, njeriu që e ripërtri fenë islame, apo është mundu që ta kthen sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë dietarët islam janë të mendimit se Salahuddin Ejubi ka lindur në Tikrit. Qytetin Tikrit tash e dini të gjithë, sepse edhe Saddam Husseini ka lindur në Tikrit. Si musliman nuk e kemi ditë më herët, mirë po tash politikën duke e përcjell 3-4 vite me radhë prej vitit 2003, kur ka ra Bagdadin në dorë të amerikanëve, e kemi mësuar se cilët qytete janë të kurdëve, cilët qytete janë sunive, cilët qytete janë shijave, e kështu me radhë ndahen atje. Inshallah Allahu të gjithëve na udhëzon neve dhe atje që janë edhe luftojnë ndërmjet vete. Thot Salahuddin Ejubi rrjedh nga një familje me emrin Ruadije, Rua ose Riwadije. Mirë po kjo familje me emrin Riwadije e ka prejardhën nga një familje tjetër Hebdhanije. Familja Hebdhanije në kurd, edhe familja më e madhe e kurdve quhet me emrin Hebdhanije. Ka lind Salahuddin Ejubi në vitin 1137 në kalan e Tikritit. Atë natë që ka lind, me urdhres dhe me shkresht policit kryesor qytetit Bagdad, e ka urdhru policin që të shkon dhe t'ja dërgon letrën babait Salahuddin Ejubit që ta lishon kalan e Tikritit me njëherë. Sepse kanë pas një farë problemi, të atëhershëm edhe s'kanë pas mundësi mu marrë vesh. Mirë po njeriu kër shpërngullet nga vendi i vetë, thot Ibni Khalkan, jam interesu se në cilën natë është shpërngull baba dhe djali, do të thot Salahuddin Ejubi me babën e vetë, nga kala e Tikritit, thot i kam pyet disa njerëz më kanë thonë se atë natë që ka lind Salahuddin Ejubi është dash mu shpërngull nga Tikriti për më shku në Damask. Pse ka shku në Damask? Sepse kanë pas një njeri me emrin Nuruddin Zenki, rahimahullah, ka qenë mbret. E ka pas Damaskin dorë, mirë po ka qenë i drejt. Edhe e ka dash sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose shkurtimisht ka qenë sunni, sepse në kohën kur ka lind Salahuddin Ejubi, do të thotë shtetin e kanë pas shijat në dorë, edhe kanë pas probleme të mëdha muslimanët që kanë qenë sunni me ato tjerë që janë shija. Mirë po, me kalimin e kohës, Salahuddin Ejubi rritet, mëson në për hoxhallare, mëson fikun, mëson akiden, do të thotë mëson besimin e pastër, mëson Kur'anin përmendesh. Edhe një ditë prej ditëve vjen një ministër edhe ik nga Egjipti me emrin Shawar. Ik nga Egjipti. Edhe shkon kërkon ndihmë nga Nuruddin Zenki në Damask. Mirë po, ki ministër që me emrin Shawar ka qenë shia. Mirë po ka ik nga ministri tjetër Dargham ibn Amir. Sepse janë kacafit, kanë pas në një problem, se ne kanë ndajt shtetin, ose të hollat e shtetit edhe është dash njëri për këtyre dive të ik. Pasi që kërkon ndihmë nga Nuruddin Zenkiu që jeton të në Damask, ai i jep ndihmë edhe e dërgon në atë luftë prej Damaskit në Egjipt, e dërgon edhe Salahuddin Ejubin, bile e qetë para ushtarve. E cakton një prej komandanteve të ushtrisë që ka dalë nga Damasku për në Egjipt, ka qenë edhe Salahuddin Ejubi, rahimahullah. Kjo ka ndodhur në vitin 1163, ndërsa me hijri në vitin 559 hijri. Pastaj, pasi që e shpartallojnë këtë ministër me emrin Dargham, i cili ka qenë shia, ki ministri tjetër që ikë dhe shkon edhe kërkon ndihmë nga Nuruddin Zenkiu, shia. Jo me besim të pastër, me besim të papastër, me akide të fliqur. Ja kthen shpindën Salahuddin Ejubit edhe ju jep ndihmë frengëve. Atëherë Salahuddin Ejubi shkon edhe e shliron qytetin El Iskenderije, në gjuhën tonë i thonë qytetin Aleksandri, që gjendet në Egjipt apo del në detin Mesdhe.
Nuk zgjash shumë kohë, Salaudin Ejubi e kap ministrin Shawer, i cili kërkojnë ndihmë, pastaj ja u kthej shpinën, edhe e luftojnë, edhe e mbysin këtë. Mirë po, para se të hinë historinë më të thellë që duhet me e ditë në si musliman, ta përmendim se pse Salaudin Ejubi është dashur me i tubu musliman, sepse Omeri radiallahu anhu në vitin 16 Hijri e ka çliru Kutsin, e ka çliru Mesjidul Aqsa, e cila gjendet në Kuts. Atje me e fal një namaz i kije 500 sevape. Me e fal një namaz në Kabe keni ndëgjuar se i kije 100.000 sevape. Me e fal një namaz në xhamin e pejgamberit Medini i kije 1.000 sevape. Edhe me e fal një namaz në qytetin Kuts apo në xhamin e Kutsit Mesjidul Aqsa i kije 500 sevape. Pasi që Omeri e çliron, organizohen të gjithë Evropa në krije me papën Urban. Këto janë luftat e krizatave kur i kanë organizuar dhe kanë fillu të vinë në Shtetet Islame në vitin 1095 e kanë bën luftën vëzhguese. Kanë dështu, sepse muslimanët ende ka qenë të fortë. Në vitin 1096 depërtojnë nëpërmjet Grikës së Bosforit edhe hinë nëpër Turqinë e Sodit e Bizantin atëhershëm. Në vitin 1098 e marrin krizatat Kutsin. Do të thot njëherë e ka shiru Omeri radiallahu anhu, pastaj ka ranë në dorë e krizatave në vitin 1098. Është da Salaudin Ejubi ti të banë muslimant që një ditë prej ditëve t'ja arrin qëllimit edhe ta çliron Kutsin, insha Allah. Mirë po, Salaudin Ejubi shumë i mençur, strateg politik e mësë shumë të ushtarak, e ka pa se mundet me lehtësu punën e muslimanëve dhe me marrë qeverinë në dorë. Ai, secilën herë komandantet e tij kur kanë luftuar dhe kanë fituar, ka ditë mi falemenderu. Ka ditë mi u dhon diçka që ato nuk e kanë pas. Ka ditë mi ngrit njerëzit. Nuk është interesant këtë botë dikush ta krijë një punë dhe ti mos më i thon faleminderit. Secili prej neve ka për borx ta falemenderon dika sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë çaj njeri që nuk din njeriu tjetër ti thotë faleminderit, ai nuk din me falemenderu edhe Allahun fuqiplot. Të ndershëm vëllezër, pasi që i jepet mundësia Salaudin Ejubit e suspendon, e largon gjykatësin kryesor, prokurorin publik të shijave të shtetit Fatimi ose të Ubejdive, se Fatimit edhe shijat njihen edhe me emrin Ubejdi, dhe emërton gjykatës apo prokuror të ri të medhhebit Shafi, sepse atëherë në atë kohë në Egjipt nuk ka pas Hanefi që ka pas mundësi me e vendu dika, por edhe sot e kësaj dite Egjiptianët i takojnë medhhebit Shafi. Pastaj ka nis Salaudin Ejubi rahimullah me ndërtu medrese, i ka rregullu vakufet, i ka kthi vakufet që i kanë vjedh njerëzit në kohën e shtetit Fatimi apo në kohën e shtetit që kanë pas shijat ndor. Pastaj ka fillu t'ju kërcënohet frengëve. E kanë pa frengët se do t'ju lëviz karikja, edhe ja kanë nis me ju lëviz shteti, edhe e kanë pa se do ta humbin shtetin, se në këtë ditë edhe në këtë moment kur jemi duke folë për Salaudin Ejubin, Kutsi është edhe ende nën dorën e krishterëve apo nën dorën e mbretërve krishterë. Mirë po më interesant çka ka ndru Salaudin Ejubi pasi që shijat e kanë bën këtë, se ato njerëz janë që kanë dëshirë, shumë kënaqen ato me shtun feje diçka. Kënaqen, ato nuk munden edhe nuk e pranojnë sunetin e pejgamberit ashtu si është direkt. Kanë dëshirë me shtu, sikur që e kanë shtu një fjalë ezanin kur e kanë thirr në shtetin Fatimi, kur e kanë thirr ezanin kanë thonë hayal khairil amal, e janë në punë të mirë. Ju e keni dëgjuar se për të bën një punë kabull duhet me pas di kushte. E para me qenë sinqerisht për Allah, edhe e dita në qoftë se e ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose sahabët e tij. Por ndryshe, secilit prej neve që ti kujtohet me shtun fe edhe me zbukuru këtë fe, ai e bën një bidat të cilin bidat nuk e pranon as Allahu, as që ndonjëherë ka pranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as që e pranojnë muslimanët e sodit. Do të thotë Salaudin Ejubi e ka kthie ezanin ashtu si është transmetuar nëpër
hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër, Salahuddin Ejubi fillon t'i kërcënon krishterët në për fortifikatat e veta që i kanë pas më herët. Një herit e merr Yemenin edhe e fut në këmbë të veta, pastaj dikush prej mbretërve çon krije në Sudanin e Sodit. Salahuddin Ejubi rahimullah duhet me që ushtri edhe atë njeri ta vret ose ta shkatron që ta merr shtetin edhe ta formon shtetin Ejubi. Tash muslimant prej në kohën e Muavijës, shtetet kështu kanë shku me emra, do të thotë shteti Emevi, pastaj shteti Abasi, shteti Emevi në Spanjë ose në Andaluzi, shteti Fatimi, edhe pas shkatrimit të shtetit Fatimi formohet shteti Ejubi, sepse emrin e ka Salahuddin Ejubi rahimullah. Ky shtet formohet me Khalifën Salahuddin Ejubi, pasi që vdes khalifja i fundit i Fatimive me emrin El Adid. Pasi që vdes ai, atëherë të gjithë shtetin e merr dorë Salahuddin Ejubi në vitin 1169 miladi apo në vitin 565 hijri. Të ndershëm vëllezër, Salahuddin Ejubi si ngadhnijës ka bën marrëveshje me frengët. Mirë po, kur t'i përmendim frengët nuk janë francezët e sodit, sepse si shtet frengët më herët, ose në kohën ose në vitet 1000 edhe 1100 kanë qenë shtet më i madh. Edhe tash një ju thonë me fjalë se në gjuhën arabe janë i frengë, përkthehen frengët. Ka do Salahuddin Ejubi të vendos siguri në për shtetin islam, edhe pse e ka ditë se në disa vende që ka bën marrëveshje me frengët edhe kanë qenë krishterë, ato kanë pas mundësi mi lëviz në fjalë. Sikur që shumë herë njëri prej mbretërve që ka dash me e prish marrëveshjen me Salahuddin Ejubin e ka emrin Ronald Earth ose Ronald Ernath. E ka prish marrëveshjen edhe e ka pas qëllim ta sulmon Mekën edhe Medinën. Ka pas qëllim në përmjet detit të Kuç, shkon në Mekë edhe në Medinë edhe t'i merr ato. Mirë po Salahuddin Ejubi më ushtri del para edhe ka thonë një fjalë Ronald Ernath, ka thonë ku është Muhamedi atyre në dalën e timbrona i Muhamedit që musliman shumë e dunë edhe kanë merak. Salahuddin Ejubi kur e ka dëgju fjalën e këtij se kështu ka thonë vallahi ka me mbit këtë njeri me duart e mia. Mirë po, betejë vendimtare e ushtrisë së Salahuddin Ejubit për me forcu shtetin Ejubi ka ndodhur me krishterët, edhe ka shpërthi në qytetin Hittin në vitin 583 hijri. Qyteti Hittin gjendet diku në Sham. Mirë po, thot Imaduddin el-Isfahani, sepse ka qenë biografist i ditë që ka shkrujt për jetën e Salahuddin Ejubit rahimullah. Thot ai vit ka qenë viti i artë i muslimanëve, sepse u ka pastru vendi i shenjtë dhe janë rahatu musliman nga krishterët edhe nga frengët. Mirë po, njëherë me një vend tjetër nga vjen Salahuddin Ejubi edhe e mposht popullin krishter dhe është dallu me shumë të mira, sepse është hakmar edhe i ka kundërshtu shijat edhe me dhebin Gjaferi apo Fatimit edhe e ka vendos në qeverin islame, jo me dhebin, për e ka vendos sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thot, është shkatru trinia që e ka ndash krishterët edhe është vendos monoteizmi ose tauhidi të cilin e dim të gjithë. Të ndershëm vëllezër, takimi i ditë, se këtë që e përmenda ishtë takimi i parë që ka ndodhur me Salahuddin Ejubit edhe frengëve direkt në luftë, pastaj takimi i ditë ka ndodhur në 24 Rabiul Akhir, është muaj i muslimanëve në vitin 583 hijri. Salahuddin Ejubi atë botë ose atëherë i ka tubu njerëzit edhe në përmet qytetit Irbil. Qyteti Irbil gjendet në Irak. Edhe një qytet tjetër që është e ka emrin Diyarbakır, gjendet në Turqinë e Sodit. Do të thot, edhe nga Shami, edhe nga Egjipti, nga të gjitha vendet me ushtri 12.000 ka sulmu, apo i ka sulmu frengët edhe i ka fitu me ndihmën Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse frengët
në këtë moment kanë numru ushtri 60.000 numër. 60.000 njerëz i kanë pas ushtria frenge, ndërsa Salaudin Ejubi i ka numru 12.000 ushtar. Ju duhet me e di se si edhe në herë muslimanët me ushtar kanë qenë më të dobët. Ndërsa ato tjerë me ushtri kanë qenë më të fortë, sikur sot e kësaj dite që i keni krishterët më të fortë me ushtri, ndërsa muslimanët e kanë forcë vetëm imanin. Mirë po, Salaudin Ejubi e vendos ta çliron Kutsin. Edhe ta kthen Kutsin. Për me çliru dhe me kthi Kutsin, është dash me pas ushtri stabile. Është dash me pas musliman që kanë iman. Jo vetëm se me numru. Se njëherë e kanë pas shtetin me siguri Fatimitët, edhe në këtë kohë ka jetu Ibn Taymija rahimahullah, edhe me një vend ose ka ra puna që Ibn Taymija ta udhëheqë ushtrin. Mirë po i ka thonë khalifës, kam dëshirë t'i ndaj ushtarët. Ato që janë sunni vinë luftojnë me mua, ndërsa ato që nuk janë sunni nuk i marrë me vetë. Se ma mërmenja se nuk ka hajr nga ato. Edhe tash ju ka nda Salaudin Ejubit bura. Mirë po nuk mundet askush me qenë burr në qofse nuk është sunni, në qofse nuk shkon pas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk është burr islami. Sepse një njeri që nuk din me besu tauhidin, monoteizmin, ka probleme në akide, ka probleme me namazin, ka probleme me imanin, ai njeri nuk duhet me marr pas vete, se vetëm se të ban probleme edhe asnjë hajër nuk e ke nga ai. Do të thotë Salaudin Ejubi në vitin 1187 apo në vitin 583 Hijri zbret në anën perëndimore edhe hin në Kuts. Pastaj e okupon lindjen e qytetit, veriun e qytetit, do të thonë të gjitha anët hin edhe e shliron Kutsin. Kjo ka ndodhur në vitin, sikur e përmenda më herët, në vitin 1187 miladi. Sipas kohës që e numrojmë ne, ose në vitin edhe njëherë të përmendi 583 Hijri. Të ndërshëm vëllezër, një dobi të madhe që ta kuptojnë të gjithë muslimanët edhe ato që nuk janë musliman. Se muslimanët kur të luftojnë nuk e kanë qëllimin me mbitë dhe me derë gjak, por muslimanët e kthejnë nderin e vetë, sikur që Salaudin Ejubi me ndihmën e Allahut edhe me ndihmën e popullit dhe ushtrisë që e ka pas, ka shku e ka shliru Kutsin me e kthi nderën e muslimanëve. Edhe e ka qu fjallën sepse Omeri radiallahu anhu e ka shliru, ndërsa njerëzit e fliqur e kanë fliq Kutsin edhe xhamin që e ka imnin Mesjidul Aqsa, edhe është dasht ta shliron për herë të ditë. Mirë po, muslimanët kur e marrin një shtet që është jo musliman, apo kur i okupojnë vendet që na kanë marrë edhe duhet mi kthi, edhe ati jetojnë krishterë, ato i kanë 3 kushte, edhe asnjëherë muslimanët nuk derdhin gjak, sepse muslimani nuk e ka merak me derdh gjakun e pafajshëm. As që ka ndodhur në histori edhe as që do të ndodhë ndonjëherë. 3 kushte. Kushtin e parë e pranon islamin, ai që nuk është musliman apo nuk e pranon. Në qofse nuk e pranon islamin, i pagun shtetit islam tatim. Në qofse edhe tatimin gjizje nuk e pagun, atëherë luftojnë muslimanët me jo muslimanët. Mirë po, jam i sigurt se ato që i çliron shteti islam, ato me siguri ose e pranojnë islamin ose i paguajnë shtetit islam, sepse nuk ka nevojë me derë gjak tepër. Kur e ka marrë Kutsin Salaudin Ejubi, i ka çu njerëzit edhe u ka thonë: a doni me pranu islamin apo jo? Kjo vlen për krishterët. Ato që e kanë pranu islamin kanë dalë ka musliman. Ato që nuk e kanë pranu islamin kanë dhënë nga 20 dinar tatim. Secili njeri që ka qenë burr i ka paguajt shtetit islam 20 dinar. Ndërsa secila grua krishtere i ka paguajt shtetit islam 5 dinar. Dhe secili fëmijë i ka paguajt shtetit islam nga 1 dinar. Pa marrë parasysh fëmiu është djalë apo është vajzë. Ki ka qenë Salaudin Ejubi që e përmendin njerëzit edhe kanë shkruajt
jo vetëm historianët musliman, por edhe historianët jo musliman, edhe që e dini ju se para një viteve kemi pa një film që e kanë incizu, apo e kanë incizu po anglezët, edhe në gjithë të filmit del Salahuddin Ejubi edhe si e shliron Kutsin. Mirë po në atë film pak një punë nuk është e vërtet, sa atje nxjerrin me një ushtrit madhe Salahuddin Ejubin e cila është gënjeshtër. Sepse krishterët në Kuts në atë kohë kanë qenë me ushtri më të fortë se sa Salahuddin Ejubi që ka hi në Kuts. Mirë po atë në atë filmin e bajnë si kanë dëshirë jo muslimanët. Vetëm se ta dini se në atë film çka ka është mirë me e pa, se ka dobi muslimani nga historia ati filmin, ndërsa sa i përket ushtrive nuk është e vërtet se Salahuddin Ejubi ka pas ushtrin më të fortë sa krishterët. Nuk kanë kalu 2 vjet plota pas shlirimit Kutsit mbretërit krishter. Prap ja kanë fillu me organizu luft kundër Salahuddin Ejubit edhe e kanë prish marrëveshjen ose besatimin që e kanë pas me Salahuddin Ejubin. Se me shlirimin e Kutsit Salahuddin Ejubi bën marrëveshje me të gjithë krizatat ose me mbretërit e krishterëve bën marrëveshje. Mirë po, në këtë kohë ka qenë një mbret angles, ndoshta e keni dëgjuar ndonjëherë që ka pas emrin Richard. Këti kanë thonë, në gjuhën arabe i thonë qalbul asad, zemra e luanit. Shumë burr ka qenë edhe ka luftuar. Mirë po, në këtë kohë kur ka qenë Richardi, zemra e luanit, burr të krishterët, Allahu xhaleshanu për fat mirë, për fat mirësisht për muslimant e fat keqësisht për krizatat e ka qenë një burr tjetër me emrin Salahuddin Ejubi. Do të thotë ka është dash Richardi mu përballu në luftë edhe me i dal në front Salahuddin Ejubit, i cili asnjëherë s'e ne ka përballu bile ka humb. Sa i përket Salahuddin Ejubi ka tregu virtite se Richardin 2-3 herë në luftë e ka fitu. Edhe e ka pa duke luftu në kam, ja ka qu një kali hedije. I ka thonë, ha kalin tim edhe hip edhe në kofsh burr, hajde fitam. Edhe kur është smu Richardi, ja ka qu mjekun e vet të shëron. Se s'ka pas dëshirë me dalë në front, ai ki i shëndosh, ai i sëmur. Ndërsa, paramendoj krishterët, neve me na zonë sëmur knaqën kejtë të nësëndu. Se ne tash për tash jemi të sëmur. Se nuk do me thonë njeriu me qeni sëmur vetëm se fizikisht. Por mund është me qenë edhe problemi më i madh është kur muslimanët janë psikikisht sëmur. Edhe nuk kthehen. Se fizikisht edhe me qeni sëmur mund është me mësu edhe me i tregu dikujt diçka ose ndonjë fjalë të hajrit. Pasi që e vërrejnë Richardi, e heton Richardi se nuk ka shansa teorike dhe praktike me fitu Salahuddin Ejubin, bën marrëveshje për 3 vjet. Mirë po, si pas kushteve që i ka përpilu Salahuddin Ejubi, jo kushtet e Richardit, por kushtet e Salahuddin Ejubit. Paramendoj tash, zëllin shtetë islam, bënd një marrëveshje dhe e përpilojnë muslimant, jo. E përpilojnë krishtert, ose e përpilon Unioni Evropian, e pastaj e përpilojnë Kombet e Bashkuara, edhe muslimant vetëm në nënshkrujnë. Sepse jemi dobët edhe duhet mi ba marrëveshjet ashtu si thonë tjerë. Pasi që bën marrëveshje, largohet Richardi nga Palestina, edhe Salahuddin Ejubi largohet edhe kthehet në Damask. Të ndershëm vëllezër, historia është shumë e dhimbshme, edhe pse shumë të mira ka, mirë po është e dhimbshme. Për të di palët, edhe për muslimant, për cilin do njeri që folim, është dhimbshme. Mirë po në histori, kanë thonë dietarët me qenë se ai që shpjegon gabon 200 vjet nuk ka problem. Por atë shkak mos me mini fjalët mund ketë 100% se jam të fol histori. Mundot e ka gabu emrin ose e ka gabu datën edhe unë e tham gabim. Do të thotë jam mundu që datat dhe emrat mos t'i gaboj, mirë po ka mundësi që njeriu gabon sepse të gjithë gabojnë. Pasi që Allahu xhaleshanu në Kur'an thot inneke mejitun wa innehum mejitun. Ti do të vdesësh edhe ato para ti që kanë qenë o pejgamber tjerë kanë vdekur. Edhe Salahuddin Ejubi me të gjithat mira që i ka pas, i ka ardhur dita me vdek. Mirë po s'ka ra shehit në luftë. Ka vdek në shtëpinë e vet. Është sëmur, atë ditë që
e ka kaplu një smundje e madhe, e ka thirr një hoç, ka qenë kadi, ka qenë gjyqtar, edhe i ka thonë, ma përkujta fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasi që ka thirr ezani sabahit, ka ardhe gjyqtari edhe njëherë, ka hinte Salaudin Ejubi dhe i ka thonë se Allahu Gjeleshanu thot, po nëse ata refuzojnë atë që u asjell, që u ajep, atëherë thuaj, Allahu është për mua mjaft, s'ka të adhuruar për posti, vetëm ai të ai jam mbështetur, ai është Zot i arshit të madh. Kështu ka diu e ka mësu Salaudin Ejubin me thonë para se të vdes. Atëherë ka buzëqesh edhe ja ka dorëzu shpirtin Allahu subhanahu wa taala. Namazin ja kanë fal në drejk, ose pas namazit drejkës e kanë fal namazin e xhenazës edhe e kanë voros në Damask. Njerëzit ja kanë nis me qajt, ja kanë nis me bonjour, se cili ty i fola të mohabetet e veta, të e lavdru. Mirë po, si do qofë një ditë prej ditëve, kush do që jemi, sa do që jemi të mëdhej, sa do që kemi pare, një ditë do t'ja dorëzojmë shpirtin Allahut fuqiplot. Poetët, njerëzit e mençur kanë shkruajt për jetën e Salahuddin Ejubit. Imad el Asfahani ka thonë, kush është ai që vazhdon të jetë udhëhet si id, shpresohet në thirrjen e tij dhe frikësohen njerëzit nga hapat e tij. Ku është ai që prej forcës tij frengët i ulën kokat, të mposhtur dhe me fuqinë e tij arriti të zhvillon betejat. Kemi nevojë për njerëz që dinë me na udhëheq, kemi nevojë për njerëz të mençur, kemi nevojë për burra që kanë iman. Kemi nevojë për djemtëri që dinë me fal namazin, kemi nevojë për haxhiler që dalin safin e parë, kemi nevojë për burnesha, për gra që e falin namazin, edhe kemi nevojë edhe për fëmijë që nuk janë bilik. Islami ka nevojë për burra. Mirë po burrat nuk munden me qenë burra pa iman. Sepse historikisht muslimanët që e kanë pas imanin e dopt i ka sundu dikush tjetër. Historikisht muslimanët që e kanë pas imanin e fort i kanë sundu. Muslimanët kanë sundu kur kanë pas iman, ndërsa kur u ka dobësu imani kanë jetu në prangat e dikujt tjetër. Të ndershëm vëllezër, pasi që ka vdek Salahuddin Ejubi, kanë shkuar dhe kanë pa kasën aty ku i ka majt hollat, e kanë gjetë 1 dinar edhe 30 dirhem. Sikur me gjetë një 2-3 euro. Nga prana që ka lanë si mbret, s'ka lanë as shtëpi, as që ka lanë tokë, as që ka lanë ari e argjent, as që ka lanë bahqe, as gjanë nuk ka lanë. Mirë po, i ka lanë 17 djem e një vajs. 17 djem i ka pas edhe një vajs, edhe as shpi nuk ju ka lanë. Edhe ka qenë mbret, ka qenë khalifi muslimanve. Para mendoj ta, se cili prej neve në qofse dikujt prej neve i vjen dorë me e marrë shtetin. Para në 17 djem, 17 villa, 17 banesa, 17 shpia, 17 kera, e mësanena për muslimant me mendu. Do të thot Salahuddin Ejubi ka qenë i drejt, se një njeri i pa drejt nuk mundet me çliru Kutsin. Tash, pse se në çlirojnë muslimant Kutsin? Sepse janë bon pike 5. Janë bon 30 shtete arabe dhe 40 islame. 70 shtete krejt që din mu falë. Pse mos më bon një shtet? Pse mos më bon unioni i arabëve? Pse mos më bon unioni i muslimanëve? Sepse nuk du mu bon. Nuk kemi dëshirë mu bon. Për në fund, Salahuddin Ejubi rahimullah është dallu me këto iniciativën e tij për bashkimin e muslimanëve. Se cili njeri që merr iniciativë me i bashku muslimanëve, ma merr mendja se i përngjan Salahuddin Ejubit. Formimin e ushtrisë që e ka bon për mi luftu krizzatat, çlirimin e trojeve islame, gjikimin e drejt dhe sabrin, durimin që e ka pas, trimrin që e ka pas dhe guximin kur ka dalë në luftë, diturin dhe dashurin ndaj dietarëve që e ka pas, mëshirë dhe ndjesë ndaj të doptëve, tolerancë dhe falje. Richardi 2-3 herë ja ka falë, ja ka dhuru jetën, ka thonë nuk vras.
maturi dhe mjeshtri, strateg luftarak, mbrojtës i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si cili njeri që mundohet me mbrojt sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, le ta din se Allahun e ka me vete edhe burr shteti. E për me e marrë këtë gallap burr shteti, me të vërtet duhesh me qenë burr. Ki pra Salahuddin Yusuf ibn Ejubi, mbrojtës së sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mposhtës i krizatave, për meritat e tij dëshmuan të gjithë, i dituri dhe i padituri, i miri dhe i keqi. Na bëjni halal, inshallah Allahu xhaleshan të gjithëve na uzon edhe së bashku në xhenet na